Selam aleikum, thot kjo motra, am lejohet kur jam duke u fal, nëse zgjohet bebja me pi, a muj me i dhon, pra me jap, me pi, tani me vazhdu. Aleikum selam, rahmetullah. Nëse është për qëllim që e ke fal për shembull sunetin, edhe tash o çu beba, duhesh me dhon me pi, qoftë ujë, qoftë qumë, qoftë gjis, s'ka problem. I jep me pi, pastaj qoshe fal farzin, domethënë në mes farzit e sunetit jep me pi, nuk ka problem. A nëse ki për qëllim, je namaz, e lidhur namaz, edhe shqu beba, tash nëse jep një shishe me ujë, domethënë qysh je ul ose veç as gjatë, deri te goja e merr vet fëmia dhe e pin, nuk ka problem. Ama nëse domethënë e lën namazin gjys, je për shembull në rekatin e parë, edhe e lën vendin e falës, shkon i jep me pi fëmis, pastaj kthehesh vazhdon që aty jo. Kështu prishet namazi. Po nëse ke dhënë selam, edhe e ke kry sunetin, tash pe fal farzin, nuk ka problem. Po besoj që e ke të qartë këtë detaj, këtë ndarje.